Një tjetër debat i rëndësishëm kombëtar na vika nga mediat greke. Kanë vënë në peshore se sa shqiptar ishte Gjergj Kastrioti ose Skënderbeu. Një artikull i shpërndar edhe nga faqe shqiptare thotë se heroi ynë kombëtar ishte më shumë grek se ç'mendonim, vetëm se ishte ortodoks. Por ujna zot, bullgarët, rumunët, rusët e të tjerë dalin grek me këtë logjik, vetëm se kanë fe ortodokse, pa le nëse dinë edhe ndonjë fjalë greqisht. Dhe ku përfundon historia? Në malin e Athos, aty ku sipas tyre varri i harkuar i Murgut, një nga vëllezërit e Skënderbeut, na fshi ka përfundimisht çdo gjurmë shqiptarie. Sigurisht aty ekziston edhe një kull e shqiptarit, por duket se ky detaj nuk ka rëndësi për autorin e artikullit shkencor. Për publikun shqiptar, kjo histori tingëllon e njohur. Çdo gjë e madhe dhe e vjetër nga Skënderbeu te manastiret gjendet papritur me etiketa të reja. Dhe lajmi më i bukur, disa media e diskutojnë këtë me seriozitet të madh, ndërsa duhet vetëm të qeshim. Skënderbeu, heroi shqiptarëve, tani ka edhe pasaportë etnike greke. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.